Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma të ndëruar shikues kudo që na shikoni. Javën e kaluar, gazetari Visar Duriqi paraqiti librin e tij me titull Mësuesi që u bë vrasës, duke u referuar kryespiunit të Serbisë në Kosovë Nazim Bllasa. Sipas Duriqit, kolegu Duriqi, Nazim Bllasa u bë arsye themelore që nisi gjithë procesi maratonik, po vazhdon ende, i gjykatës speciale sot e dje në Hag, ku atje janë krerët kryesor të ushtrisë shterimtare të Kosovës. Mbi rrëfimin e Nazim Bllasës të bazuar në qëllimin që kishte Serbia, u ndërtua gjithaj konstruksion sipas gazetarit Duriqi, mbi gjykatën speciale, duke i vënë Kosovës një pengesë të madhe mbi historinë dhe kryengritjen më të lavdishme të Kosovës, të UÇK-s për lirinë e këtij vendi. Kam ftuar sot njërin nga ata komandant të UÇK-s, i cili vetë ishte pjesë e rrëfimit të Nazim Bllasës, mbi të cilin rrëfim ai u dënua 8 vite e mbajti, siç thot, 11 vite e gjysmë burgim. Ky është Shaban Sylla. Zoti Sylla, faleminderit për kohën. Kam kënaqësinë që jam para një gazetori të me provoj edhe si gazetor i mirë. Faleminderit ju. Po nisi që në start me rrëfimin për vuajtjen e dënimit, zoti Sylla, jeni dënuar 8 vite, në rastin Bllasa 2 dhe keni mbajtur 11 vite e gjys. Si u njohët si nisi historia njojës me Nazim Bllasën, sepse për të po bëjmë fjalë. Për një figurë që bëri lëmsh gjithë dhe atë proces u realizua në një tjetër qëllimi i Serbisë për ta themeluar gjykatën speciale. Nderuar gazetorë, Nazim Bllasa nuk ka bën vetëm neve dam, po i ka bën më shumë, i ka bën shtetit Kosovës. Luftës shterimtare. Me Nazim Bllasën jam njohur gjatë luftës në Berish. Një rrëfim shumë interesant, një rrëfim shumë i shkurt. Unë kam qenë në molet e Berishës të vepruar si ushtar i ushtrisë shterimtare të Kosovës në fshatin Berish. Fshati Berish është një fshat shumë i vogël, dikon 7 shtëpi, 11 shtëpi aty sillet, ku kemi qenë në shtab. Unë a ditë kam qenë te familja ka qenë. Ju kujtohet koha, Sylla? Korrekt gosh nuk dit, ashtu nuk. Të vitit 98. Po. 98. Po. 99. 98. Edhe djali më pa telmu me naft, edhe shkova në familje. Më thërën në radhelidhe dikosh për ushtarëve, thënë, hajde u gjend Berish. Aty afarish, dikon 20 minuta kom, kur shkoj, takohena me disa e përët me, i cili tash nuk është një jetë Shaba Droga, ish kapetani i ushtrisë Jugoslave, tani ushtar i ushtrisë shterimtare, komandant, zavendës komandant i brigadës, edhe më thërë kështu, dhe të ki 3 personë në mrana, dhe të janë dyshim të shumë. Dhe për njeri për ty në ka telefon satelitur. Dhe të edhe ti në ora 12 notës si qënë Gradin, Laposhnik, është dikun 1 orë e gjys pika ku shkojshëm, ku mbajshëm pikën më të lartën të UÇK-s, i thamë rregullosh, po çush ja kellon telefonin satelitur aty ti. Po del merrem me ton këshyra, vëzhguha. Edhe hinjën në shtab i këshyri, Nazim Bllasën, Mangupin me emrin drejtoni, edhe një tjetër që është Çadiani. Një djalë i zajshëm, i përcjelli, del Mangupi jashtë, edhe me telefon satelitur ishte duke ja thirrur Sami Darmoman. Unë veprova shpejt me revolin dhe ja futa revolin këtu në qafë, ta di me kënë për fletë. Nazim Bllasës, po? Jo, Nazim Bllasës. Në Mangupit? Mangupit dhonërit Sami Darmokut. Edhe ashtu Sami Darmokut. Tash unë edhe habitna, e një Sami Darmokun, kisha ndëgju për Sami Darmokun, edhe habitna. Thot, qa lidhje kiti me Sami Darmokun, dhe të një dhonëre Sami Darmokut. Dhe të në kam hynë luft me Sami Darmokut.
mes sanitarëve. Ata i thamë vazhda, edhe dalë jashtë i thamë çfarë kur për mu këtë. Edhe në farë mënyrë urdhën s'ka mujt me dhomën, në atë kohë, se s'ka posë urdhën në atë kohë, se t'i ka posë pushkën krah urdhën t'i ka dhomën vetë. Kam thonë me Merko pëthem, kur të bojnë gjysë ure 40 minuta, këta 3 persona dhëtë mu largu nga kështam, edhe larguhen. Nga Berisha. Nga Berisha. Po. Kthehen prapë në kraj mirë ku kanë vepru, në logjën Pajatë gjithë quhet. Çka ka qenë njofja e parë me në Zëmbëllocën. Njofja e parë me në Zëmbëllocën. Orientimisht në korrekt të vitit 98. 98. Po. Edhe në Zëmbëllocën nuk e kom po deri u kry lufta. A të thane gjo, a ju kujtohet nëse ju thane gjo Nazim Vllasa? Jo, ka hesh Nazim Vllasa, ka këshyrë Nazim Vllasa. A të thane nga cili ven është, çfarë është? Absolut, aty nuk ka pos. Po tani ka pos, mas lufte, ka thonë që kër e kom posha pas yllën, e kom ditë që kë kopë më vra. Ka thonë. Edhe, mas luftës e kom takuene. Si vazhdoj, se do të edhe pak të ky moment, zoti Sylla, nëse bën. A kishte veshur uniform të OÇK-s? Po. Uniform mirë të OÇK-s, armë mirë të OÇK-s, po, Kalashnikov ka pos uniform shumë bukur. Ka qenë tip veç këshyrke, kështu që veç këshyrke njerëz i këshyrke, shumë i këshyrke, atë akon shumë i dyshim për mu. Për mu edhe unë e kom largu. Kur e ke taku për atë parë, kur e krijove dyqimin? Që në fillim aty, se kishte lëvizje të habitshme. Ja, nuk edhe lëvizje kishte të habitshme, edhe kisha informacionin që ata përshka e nordh atë. Ata ishin nordh për dënim atë. Nuk ishin nordh për burrat mirë. Të jo? Po, shpëtimi në Zëmbëllocës pa e vërohën në shkuar Shqipët tam, ka qenë drejtuni dhonëve sa me dhe më këtë mangu për mëside. Po mas të ishte aj, se si shë mordhe me në Zëmbëllocën. Publikisht për e thamë. Në ora 12 kom posh me shu në pikin, lorë të ki isha atje Llaposhnik, ati isha morën me ta. Edhe me pas ditë që jem kësi, pa më shiri kësha vërë. Pa letë kërkujt? Pikuj në me morën në leje. Pikuj. Po thëmë, po. Do vini pikuj me morën leje unë. Pushën krahën pos. Pushka ta pushën. Kur ojë dëshim, kur i banë një i veni, damë se mas me vro. Pse? Pse me morën e leje për dikuj? Asi herë unë se kom vro kërkojnë, po kur leje s'ko morë, po me pazit, po edhe sët me pazit, që i banë damë, mi të kuradollë atë para gazetorë në kështë vro. 2009, në shesh të 2009, me pazit, që i banë damë atë dhejot, qështë dhe, publikisht e kështë vro. S'kësha mojë bërgë ma shumë. Ko mojtë një bërgë pa më kërgjë. Me mëntime, me saime të të bosha. Urnëpit, qatë bjen men. Po jo, po vazhdojmë gjithë historinë për të arrisjell nga kontakte që kishe në vitin 98. Zoti Shala, në korrekt orientimisht, zoti Sylla, orientimisht në 98, korrekt 98-s, pas luftës si vazhdoj? Sa ai kishte nevojë të ishte i ndrojtur nga të kishte frikë nga ti. Të thoshte se kisha frikë të... Po, mas luftës e kom taku me Shpresim Mukën, rastisht. Shpresim Muka ja kishte shit një vetur, që ja nduhet me ta shitën ty mu, edhe ai ka dit, nështë dhe o kohë i përësitin me misjen me afru Shpresim Mukës. Edhe në besej që me misjen ju ka bashku Shpresim Mukës, edhe në takimin e përë, si e kom po ullë me Shpresim Mukën, nuk kam full, i kom thonë Shpresim Mukës qysh parë me këtë shpenë. Ju i thotë? Unë i kom thonë këtë intervjisë edhe... Nga ajo ko, zoti Sylla nuk të hiqe fare nga menda se ky ishte i dyshimt. Kom pos materiale që unë e kom i dyshimt, se tani gjatë luftës e kom qysh me thonë, e kom hilon tu, për çka e kanë për Berish. Do me thotë të mbesmi në korrekt të vitit, orientimisht në muajin korrekt të vitit 98. Pas atij momenti, jo? Kom hilom tu dhe kom pyet bashkëluftar, pse qysh ka. Se i sollan aty të jo, po? Ata, si më duket dhe si që është të vërtet, kanë shku me arrestuese, me vëro një polic nga danca, nuk di, një ish polic.
po ai polici i servis, i veshur me uniform, me armë, shpreh, me këtë. Po si s'duket, godancë duket. Po. Edhe aja ka lajmëruar ato. Që po vim. Aty kanë ro djemë pa kris, pa shku, pa mujtë me aferua. Edhe aty ka qëllimi që dyshimi i tina që i ka qitë ushtorë në kurth në Zemblosa. Që këto shumë e din, për nuk e thujnë. E din ma mirë se unë, për nuk e thujnë. Se pi firguën, të është shumë mirë pi firguën gjikosë speciale. Ose burgët. Se nuk e mëj vetë, ko shuk ti aty për rreth, që din ma mirë se unë. Në më thonë, Nazim Blaca ka qenë i dyshuar se i ka qitur në kurth ushtarët, teksa të njëjtit kishin qëllim për të shku për të avra policinë e Serbisë. Ba shumë e vërdet. Ba shumë e vërdet. Informacionet që unë i komorë, edhe të qikojnë që aty, digje dhe disa ushtarë që më plaguës në atë aksion. E kishte dekonspiruar aksionin. 100%. Edhe pas taj kanë zjedhë në Berish. Dhe ju i thash shtabit e janë i merni... Ja, komandontet... Komandant, po. Komandontet Fatmir Limes në atë kohë, Shaba Drogës, i cili ishte të më prit jashtë. Po. Jashtë rrugë i thash, këta gjysë ure, 40 minuta, dhëtë më largu për të vërtë. Dhe levizin nga aty. Po, edhe kanë leviz, i kanë hyp njëv, ka i kanë qurë nuk di, ku i kanë qurë nuk di, po e di që kanë qëndru prapë në Krajmer, në logjen të Pajeta Gjitë. Ju zëti Cyla u interesuat matutje për ta. Po normal. Si erdhen, tek erdhen. Normal. Edhe që aty del, edhe që aty... A e keni parë a keni dëgjuar për të gjatë periudhës luftës për Nazim Blacën? Jo, gjatë luftës nuk më dëgju më për do. Gjatë luftës nuk më dëgju. Më pas luftës nuk më dëgju. E kom taku, kam dëgju, kam po shkrime, kam po gjithë qka tani. Po jo nuk e kom taku gjatë luftës. Informata që i kishte gjatë luftës, informata plotësuese për Nazim Blacën, kur e pa pas luftës të kujtua fytyra ati, po, shumë mirë, që ka mundur të qëtë në kurth ushtarët e UÇK-s gjatë aksionit për vrasjen e policisë serbe. Edhe i ka qitë, Po. jo që ka mund të qëtë, po i ka qitë. I ka qitë. Kon njës plagu më dhe. Po, ushtar. Ushtar plagu më kon njës. Po nuk e thëvin që ata, pse e din ata. Po tonë e din që Nazim Blaca i ka qitë në atë kurth. Tonë e din. Ju kujtohet kur e pa Blacën në cilin ku ishit, në zhven në kafe? Po, që shumë kujtuet. Të restoran e Guva. Të restoran e Guva i shko ullë me shpesim ukën, e kam thonë këtë intervjisa gjatë burgët, Po. edhe thamë sëtë se sa herë ta thush të vërtetin, e thush 100 herë të vërtetin. Po. Edhe e kam thirë shpesim ukën, shpesim për haqë të, a shopeni e shtonë, thua dhoj, tha e kam shrit një kërë, duke djoli mirë, a shovi se shpirë nështë. Tani, kur kemi nejtë masa nëjna, se ndoke shpesim ukën e kështë shrit gjysën me porë ndurë, gjysën me rezi, dhe ke shpesim që ka pas më vrarë me rish. I ka pas qërap të leshtë, as kësha qërap të leshtë, apo ai vëqe dike që këm dosh me vrarë në me rish. Këtë dike mirë. Edhe për të thamë sinqeresh, për të thamë prapë, për të thamë, ta kësha ditë që i banë damët vëmët, atëherë si shë marë të jasë kërkush më thonë. Po, se kom ditë. UÇK ka qenë ushtri vullnetare. Po. Njerëz kanë dalë për të luftuar nga zori, nga zullumi i madh i Serbisë. Normal. Dhe s'kishte kohë se si të kishte as hierarki të organizuar, ishte vullnet i yti i bashkëluftarëve tuaj për të kap armë, ato armë që kishit për të luftuar Serbinë. Dhe natyrisht çdo dyshim që keni mund të keni për këdo nuk ju ka bërë me muni rehat, me uni në situata. Normal. Dhe si vazhduat pastaj njojën me Nazim Blacën. Po shkojmë rënë për fillin. Ato që me kujtuhet unë të ta thamë sëtë. Po. Me kujtuhet mirë, pas ati takimi, atë ditë që jem taku, veç që kem thonë shpasimit që tu, masa ne jem taku, ja kom shritë edhe unë në vetur. Si besova atiti? Ja kom thonë me porë ndërë, e kom besunë. Po. Lekë me ka thonë ndërë, ja kom shritë në vetur fort 1.4, 1.6, apo atë në këtë kësët. Edhe, hajt, që shtu, ma shumë rrikim u të krike me shpesimin. Se, nuk ka taku e rasesh me shpesimin, se shpesimin se ka një fëkër. Po, ajo hon... Çka po i lidhë të bashkë, biznesi? Biznesi i kjera. Po. Ska pas biznes, shpesimi kur të prurë që ka zhitë. Okej. Edhe, vish kjera. Edhe, tani, Nazim Blaca ka qenë përgdhelës. Nazim Blaca ka... Si e përshkruni një sjellje ti? Unë, sjelljen e ti,
definitivisht për thamë qysh i kom tha ati, për të thamë aty për asytës, për mu ka qenë një kudër e ora. A ke po, kur të më të që shelu në bishtin, edhe që ashtu e kom thirën. Së rezisht për thamë. Unë e kom bashkë që ashtu, sa e ka ditë për të përgdhejl me livrit bishtin. Më të afru, edhe shpësimi e ka mojt. Tani, unë e kom shqit një prunë. Askur s'ka shqit prunë. Në Zemblosës përveç, unë një prunë, të cilin ka me 84.000 euro bësh. Ende? Ende mi ko bësh, kam me deklarot, të veç shkrubën nga Zemblosa, të në nshkruar nga Shpesim Uka, Sheref Salihi, vllai i tij Osman Mblosa dhe Shabasyla. Ku kurës më kanë lohet e porej. Po, unë nuk ka i në Zemblosa Serbi për 80.000 euro. As të shkon të menja për dyshuar fare sa i mund t'ishte me qëllim që takohej me ju. Po, më ka shku menja. Për mes jush të shkon të edhe diku tjetër. Rëdvan, mas pori, unë nuk kom menu që mund Serbia me bo më damë në Kosovë. Nuk kom menu që Serbia kur mund me bo një damë si që bo një në Zemblosa. Kur hesë asmane se më shumë. Jeni një të fort, të pamposhtur. Do shta e keni nënçmuar? Unë e kom nënçmu gjë. Unë, personalisht, e kom nënçmu gjë. Unë e për të thamë një fjollë tëllë, publikisht, që e dirë Shpesim Uka, dinë që është një ime, që unë e kom thokë kudrë e ora. Ka po që i hupin të qanë që rrinë në parluka. Po kur të më tuën, me të po e djolin e levritin bishtin, qasë se tipje ku në Zemblosa. Nuk ndje që asë një rëzikë? Absolutisht. As kom besu kur në ditë të bërg, as në urë bërg që hapin në Zemblosës. Se kur e din njëri vetin që nuk ka bon një vepër, ose nuk ka kërë një punë të kjesë, qysh mund më tutë për ati. Cile ka qenë cilja ti kur rishit bashkë? Me mu nuk ka posë qefë shumë e nej. Me mu ka neve në fund kur ma hamon qatë prun, me mashtrim ma hamon qatë prun, në gjithë kemi qenë bashkë me Shpesim Uka, unë edhe Shpesim Uka, edhe Shpesim Uka është një tip se me po më ju kojtë fërët, është në gjendje këmisha me ta dhonë. Edhe ati na ike në gjëna, është ike në gjëna ta. Pa i kisha thënë të Shpesim Uka që Po, kujtes, është lyshim. Edhe Shpesim Uka që ku këna besu në që mund Serbia me bo këtë damë, ose mu këthy të na këto, qysh. A në në këna honaj farfaktori që për mes neve mund më bo ke armoj, ke modhe. Po tani e kuptum, unë e kuptu tani peshen në Zemblosës shumë modhe. Po nuk kom mujt me taku, me taku. Me shpigat moment, nëse ke pasur ndonjë moment për plasës me Nazim Vllasin, po flasë për bas luftës, për para vitit 2007, për para asaj kohë që ai të nisej për Serbi. Po, qësh ja. Po, tutëm? Po, në Zemblosën në mrej në shkullë. Në Ribar. Në Ribar, në shkullë që ka qenë mësës i gjeografisë atë. Po, se? Për duarë që më shkullë këmë rajone. Bile, ai besoj që dhe tja ka do 2 shuploka, shumë mirë dhe, po ai nuk e në kohë 2 shuploka, po e në kohë 4-5 shuploka, po e në kohë shuplokat e mëroma që ja kam nërë në bërë shkullës. O kohë ditë shkullës. Po, në Zemblosën njerë më kanë zërë që që thujnë se fabrikët ciklone kanë thonë përbora këti e vëlla. Më kanë zërë Shpesim Uka për kjerët. Sa adet Shpesim Uka, ditën e dori, Rametlia më kanë zërë për kjerët, adet nuk i shalqu të gjallë. Për bërç? Për bërç, jo për qështë kontora, të se s'kom ditë ato aqë fel, po për bërç nuk i shalqu adet. Po, në Zemblosa që ka qenë i shpejt në telefon, e ka thirë Shpesim Ukën, i ka shkru mesazh Shpesim Ukës dhe i ka kallëzu ku marë. Edhe orë Shpesim Uka ma kanë zerë me drejtën e dorin. Pikirit, amane që kena me një muna me t'i lobë por edhe më sevroj njërën. Së në qatë të kësha vërë. Për bërç, jo për dishka tjetër. Ju kujtohet vitit cili ishte? Viti 2007, në fillim ose në fund 2006, s'ka qenë. Në fillim 2007 s'ka qenë. Pa shku për Serbi. Dikun 3-4 muaj pa shku për Serbi. Edhe në Zemblosën tash më kujtuhen shumë detaje.
Në zëmblosën... Cila detaje të kujton? Njohja që kom po me një femën sërbet e nej në unë mek, ku ka qenë të Interminix, atje të Fushkësova, që ku një market i madh. Po. Aty ka qenë unë miku. Po. Aty më kujtohet në zëmblosë, më shku, unë më taku me dekojnë aty, edhe me bledhe shka, edhe në atë kofën aty, në atë drimin të Interminixin, i shkom me një femën bukuroshe sërbe, e cila po nënte në unë mek. Si ditë që është sërbe? E ditë përmes në shukët tam, që i cili po nekin në unë mek. Shu që ke bre? Ka femën une nuk e këqyra që është sërbe, në këqyra që është femën e bukur. E tha ju sërbe, është apo në unë mek, tha është shumë e modhe. Edhe me në zëmblosën. Tani pepes në zëmblosën. Tha jë dhe pru në adhen, a i në të ledhitjet, si shranë pru në rrisë aty. Dhe honë, kër e njeri, kër e një deni njeri, edhe aty e këmë po takimin shumë interesant me atë femnën. Qëka ke vërejtur aty? Aty këmë vërejt që di shka ke është i bon. Po, e këmë di që banë kësi gjona. Po tani po të kujtohet, po i bashkon pjesë së zatë. Tash po më kujtohet që ai ka qenë i lidhën me udhën edhe me unë mikën. Në atë kohë, ne me unë mikën atë kohë, jo leksin, po ne unë mikën atë kohë. Ndo një moment tjetër që të ka ikë, e që tash e kujton? Nga jo kohë? E para pas luftës? Pas luftës e di që janë me cvet këtë të Toroviqin, ishtë në qalniku në policisë paralelin në Pjan, i Gerockës. Edhe aty e kom poti në ajtë, që tash pikope si për mes tyne ka qenë ura. Po, tani të dalim aty të pjesët. Edhe, dishka tani ju, nuk kom di dishka konkrete, po që të më lenë përshtypja me modhe me atë femnën, e cila ka qenë është atë zonë. Aja femnën e cila ka punu në unë mek në të kohë. Unë e kom posë në mek të amin, cili ka punu në mek, se ka një uftë në zëmblosën. Po një më shumë më të aku të shka me ta, edhe me bledi shka. Edhe kemi pikove se ko bifeja dhe. Bilem kujtuhet edhe polisi që e përmenin të është ta të televizi ka qenë. Edhe ajë po ju me ta ullë, po qatë lokal ka qenë. Po tash e lidhe që në zëmblosa ka qenë shumë i lidhër me Serbi. Edhe shumë herët, ju tash. Po fletë për një periull kur ato momente në base i keni evidentu, i keni pa, po thoni që ju keni kushtu shumë rëndësi. Jo, absolutikisht. Absolutikisht. Bile, moderatorës e gazetorë, nuk këmë besu kurë që mund në zëmblosa, mu dam e leje shtetit Kosovës. Qashtu e këmë në qmuën. Visar Duriqi ka botuar librin, ka nxjerrë fakte në dritë, ka zbuluar që ai në 2007 ka udhëtuar për Serbi, është kthyer nga Serbia në vitin 2009 dhe atë plasi dhe rrëfimi publik. Visar Duriqi kishte pasur për ta marrë në intervistë, por i kishte ndodhur një sulm në shtëpinë e tij dhe pastaj pas disa dite kur e kuptua ajo që Nazim Vllasa shkoj në Serbi. Unë e kom kuptu ma herët, po nuk kom guzu me prejkë me dorë. Me ka thirë shoku im, dhe shoku i ati, Hyseri Rama, nga fshati Semkës, komuna Drenosët, edhe jam taku. Thet, dën me full, thet në zëmblosa me ty në telefon. Me ju? Me mu. Thamë, po nuk me në kona zëmblosa, dhe të më thirë, se ja është Norvegji, ja është Suedi, ja është në Francë, e të kuptu. Tha, ja, tha, pi telefonit të në. Asyja pëse pi telefonit ti, edhe ku kuptu që, po se kum ditën që në Serbi. Unë e kum menu që unë në boza të unë mikut, në Sarajev dhe unë. Se a i ka thirë për një fiksit, 63, telefon dhura e fiksa shkoj, 63. Se të shkon në mendje bazat në Sarajev? Po, tukë që nuk thërë në telefonit e në drejt për drejti. Po, pej ati unë me full për telefonit, qësh me full në zëmblosa ka posë në umin tam. Kjo pas ati incidente, asaj përplasje që keni pasur me të? O, këm posë shumë përplasje, në dy t'i kalzosën, shumë përplasje këm posë me në zëmblosën. Vërtet? Vërtet. Ka posë tash përse mu ka përplasje, pa shku për Serbi. Në që me i ka rejsh përsimi që këtë gjake ka po. Se na nuk e këna tut në zëmblosës, nuk e këna friku në zëmblosës që është as njeri famshëm. Na këna rej për bërqë.
Për bëjsh. Për shpesimi kërë harrej ma shumë për mu. Se shpesimi ka qenë një farë garantusi. Po, ka hy garant, po. Në mjetë sus, a në bashtim, edhe harrej shpesimin që me i harrej fort. Bërë kërë kemi posë në takim. Në vali me një bife, bërë në katin e dytin ako. Unë, im kosh, Shpesim Muka, Qasim Shaboni, Ishe Roma, Nazim Bloca. Edhe, për përshkruj. Po. Dhe të kërë Qasim Shaboni, i pëtërijevës një plak, dhe të rimat folin. Ati që e thashën? A shpëllaj të rimat të luin në unën, po i ligi fol. Atën, bashkë tekstalisht, ja foli, se s'kish qore, ja foli, se s'kish shaban. Edhe, kemi posë shumë përplosje, na u këmë posë, deri ka shku në Zimblosa, Sërbjën këmë posë, shumë. Tërkohën to. Tërkohën. Ka orë bovaj në Zimblosës. Me 2 vlozët në Zimblosës të shpija më ka shku. Mi ka lënë 2 cigore bovaj në Zimblosës. Po. Ku djole jem, lotrimi ka dollë, lotrimi ka me vullë, lotrimi ka thonë, nëse pëthirë një vlo më të madhë, për shka ka pas pëthirë atë vlo më të madhë, një vjetë më i madhë sa aja ko. Edhe, në menë qëfar familje e poshtër, ja vlen 2 cigore amanet. Fëmijëve ja mënët me apështin kry. Po nësë këmë dorësët me vrodhë, që thetë ka desh më madhro djallin, shapasylla, ka pagu gjenë, ka pagu azensylla, ka pagu fargoshe, veç kamuflozhat tyne. Edhe, ku shuan shbim me edhe 2 cigorat mija, pikë qyri, ku e tha një plak, një dres blaza. Tani më kujtu. Kena pos shumë dhe atë, Si e pat ato? Atë moment? Si reaguat? Absolutisht. Unë veç e shkruaj sa mesarin të shkurtë ka pasur me. Mas flastu banalisht kohë nonën tonë. Po. Dhe për kthej pak më mirë, ma bëhet veç çit mesazhe ka pas gjatë me. Asnjë mesazh tjetër se. Ai ke parë ndonjëherë në rruga në fshat familjarët e tij kështu? Në fshatin? Po. Jo. Asnjëherë. Jo. Përveç i kom shku një herë në ora 9:10, i kom shku me një shok bobës të Nazim Blozës, Idris Blozës, në shpe, më ka thonë, mas ma mos djallin, unë t'i loj paret. Ka qenë edhe vlaj ti Jasman Bloca, që dhe gjindet në Franca, s'diku. Tërë familja ka qenë shërbën ti. Në shërbim të Nazim Blozës. Të Nazim Blozës. Edhe më kanë thonë se mos i kom thonë si mos paret t'i du, edhe më piqasoj takimi me Idris Blozën në Nazim Blozën se Pas i hyni garant prindit ti dhe vllavi ti. Po edhe vllajt. Po kur s'më kanë lëporet prapë. Prapë s'më kanë lëporet. Tani dal atje ku e thash, më ka thirrë si Roma, kam shku në Gardinën e ditë edhe tek mua. Po. Kam shku në Garden, ka thirrë në Zëmbloza. Ka folë se Roma, ma qanina, ma ka dhënë telefonin, kom folë me në Zëmblozën. Tha, e kam një qip. Tha që ti duhesh më mnimu. Ta kena me morë pore me thosë. Si e ka një qështu me thonë, këmë thonë, pore të kur po milion. E ke trajtu si dolla vërgjik kështu? Normal. Ti kështë një halë, si t'janë nxjerrje pore dhe mija, borqet e mija. Edhe kur ka orë në Kosovë, ka orë në Kosovë, Shka ju tha tjetër sen nëse ju kujtohet? Ja, ma gas s'ka fullat në qatë telefon. E kam një qip. Po e kam një qip ku kena me bon pore shumë. Me thosë keme marë pore. Kur ka orë tash në Kosovë, ka orë në fshatin San Kostej Roma. Edhe më kanë thirrë mu. Sa kohë ishte 2 vite, apo? 2007, 2009. 2009 po, po, në 2009, 2 vite se kështë po. As jenë dëgjuar me të? Jo, veç qëse herë jam dëgju, që unë kur e kom po që s'po full me mu më ka shku me që në boza të unë mikë do dikon. Sa e veç pa nis me na shantazhu me unë me. Edhe jam takue në Komaran. Po? Komaran, në vitin 2009, veç nuk e di mujnë dotën se si kom shkru këtu. Rregull, po. Edhe jam taku në pizzerinë Vestin Komaran. Ishe Roma, në Zëmblosa, Shabasylla. Me kujtu e dëmija, e ka pos një kapueq në gjitë, jena ullë, nuk ka pos as cigore, nuk ka pos as mbushje telefonit. Ja kom bleni madhëbëra,
ja kom dhoni mbushje telefonit, kemi bisedu, tha qëri që këtë qep. Qëre tha që këtë qep, me që qep, tash mu më interesejke supervizar dhe liqet. Edhe më interesejke me kopat qep. Isha kona qep, isha... Kurështar, po? Kurështar. Edhe thetë që mere qipin, thetë shkën guë, dhe të edhe bima qipin. Edhe unë e marë qipin, nuk kom ditur në dhe sot zdime për nuk me kompjutera, me telefonë e mirë, djole dyti jam i lotrimi, edhe një shok i djole tam, i shti shpejt me shku. Atë s'ka pos laptop pa kompjuter, ka pos. Po. Edhe e blenë një qip. Edhe ja shkarkuen për qipit në qip. Edhe nuk ja hap originalën, po ja blenë në gjajshën. Ja hap këtë duplikatin. Nuk ja hap atë natë. Jam sheli telefonin, jam bylli telefonin, ja hap një, a i kish pas desh me luq, ja ku morë qipin. A i qip, s'kish pos kusho. Kish pos një intervjistë të faretin kështë dhonë në këfëra, jo, me këtat hogës tjetër, ju kësoj gjukotës Ti po ndi hogës për Jugoslavi, po? Për Jugoslavi, Po. Edhe nuk kish pos kusho të shka, po, kish pos komandant, që tonë buhet ta e din, që komandant i Roshë Dukagjinit ka qenë Vlavi Dautit, Ramash Radine. Për lap ka qenë Rustem Mustafa. I kish cekaj për kënej, për Deniz Fatmelim, adin, kus gjua të, po haj me qatu, adin. Tani, kore po që s'koll me mu kërgjua, A kërkove qarim, pse po të thëmë të ty me kena me bo thes me pare? Farukët me Po, pse Farukët në fakt, po? Farukët ka pas pora shumë. Ka një biznismen i arzanesht i shembëllur, ju shkelgjyshëm, po i shembëllur. Rëdban, kër ka përnu, Faradin Goshën e ka kosit. Faradin Goshë ka përnu me një biznismen nga Shupi, në Aleva, zi që gajme, ka qenë një kryesor i hekër që ka hinë Kosovë dhe që ka dollë jashtë Kosovë atë poti. Dhe më ho, një biznismen maj suksesmi në Kosovë. Edhe Faradini ka pas porë sa dush. Jo sa dush, po, ka pas porë, ka ditë që mën. Faradini Goshën e ka shantazhu shumë. Si? Me qatë qepe, me njerëze, tani të i thomë ki Po bërë çka ka thëmë Faradin Goshit që të shantazhohet? Po s'ka thonë kërgjën, po hajme në i ke qështu. Edhe tash ka shku pe meje, kur s'ka gjetë një rrugë dhe unë një alternativë, ka shku të komandant Qerqizi. Qerqizi ishte ora pe hogë. Po? Ka shku të komandant Qerqizi. Edhe Qerqizi ka posi s'ka kërgjatë atë, edhe Qerqizi s'u morë ma ne me to, asaj. Ka shku të komandant Leoni, Rames Qiriqë. Po? Edhe taj. Edhe atje s'ka pos në efekt se s'ka pos kërgjë qipi. Si mas, gjithëherë kër thamë. Ku dëshiron të dilte ai bllasa? Ku dollë tash dollëm. Po, ka dalë të një film, po? Si mas një transkriptit që e ka mënë, edhe si mas dëshmitorit i sëri Roma, gjithëherë thirna në së qimë konë shëferi në zëmblosësën. Thet kemi shku në Dugagjen. I sëri Roma më të të. Po? Ju në zëmblosa. Thet edhe aty u taku thet me Daut Haradinin edhe me Rasim Selmonin. Po? Edhe ata kanë përzon. Pse e kanë përzon? Që kanë full? Nuk e di. Po e kanë përzon. Si mas informacionit, unë që e kam, që e posedej nga i Roma. Po? Ata e kanë përzon. Po? Po si mas një gazetorit t'ju, Fitim Qeku, Po? a i thëtë se ka desh me njës në luft lavrosit dhe njës Dugagjen. Po, Dauti, si shihet, Dauti ka qenë shumë i sterverët edhe ka përzon. Ka përzon për takimi. Nuk e ka thokur Dauti. Qëllimi është të shtin të fërkime, Qikja, konfrontim midis. Po qikja del. Pas këty në krejt, e gjonë numërën e kanë Gecit. Për mes një partisë LDD-s në Lipjan, Po? e gjonë numërën e kanë Gecit. Si shtohet, si gjithëherë si shtohet. Po? Shkën të kanë Geci, i rrefijet kanë Gecit, kam dëgju që në fabrikë kanë Gecit, kam dëgju për njerëzve të kanë Gecit. Po? E edhe, kanë Geci thët, a din për vrosin e shujve të me dhe për munajsa. Dhe t'jo për ty s'di u gjë, po di për Adem Salijin. Edhe merë kanë Geci në kjarë, e fut në kjarë, makinë, edhe që në Ferizaj. E që kërë shkojnë në Ferizaj, morën një si barka me jere,
E në që zhuin ato, e mësuin. është bërë publik ajo, po. Ka dalë bon publike, nuk bon publike, pse kërkush nuk e thet dura ka një shije dhe të dhon letën, të dhon konstitucionit, çka më dhon. Edhe thuin çam bëhet lapa. Vjen nga një e shkep ato CD-t, edhe kryeministit atëherë shumë shumë. Konferenca, po, para konferencës. Para konferencës, i shkep CD-t. Po, i shkep CD-t, edhe çka ko më dhon ashim thoshi, për mua ashim thoshi kur va lidhje me mua s'ka bos. E thet, duket atë më diçka thet, edhe unë kisha thonë, njëjtin veprim të shakon kryeministër me ashim thoshit, kisha thonë pak mazi. Që në nonën te ata e krejt, shumë normale. Ai në kur fa lidhje me neve s'ka bos. Edhe del konferencë për media që ishin aty, nani ju ma zama keq për ju gazetorë. Lajm tronditës ka qenë për shoshni. Ormen Shkërpionin Shuka e ka pas atë kur dol me juve. Nazim Llaca. Me orën ka dol me juve. Me Nikolet Presht, me Nikolet Kisje, me orën ka dol. Nga në Kisje Adim Sali kush e ka për më din ata. Së se din kush e ka për më. Edhe ka dhonë atë konferencë, edhe u molojme ma tëndes në Kosovë. Kundër Ushukës. Derë të ti këmë bëhë 16 vepra, 17 jetë asë jam vërë këta. Ashtë mënyrë të ftoftë të përshkruan vrasin e i Bush Klokoqit e... Cilin i Bush? I Bush Klokoqit që tu për të garantoj, unë për të garantoj me këtë qenin njërzure që aj se ka vra. Nazim Llaca thu se ka vra? Absolutikisht. Si ke fokta? Shumë fokte kam. Shumë kam fokte, se qërë kur thush në njëri se ka vro, aj do të më thonë vrohen. E vrati më tha, si pas vizari shku me hongër hamburgera. Po lija tonë, ajo ma e vërë. Ona njerëzore kështu po. Ona njerëzore. Pe vro njën për shka pa hamburgera. Qa është 3 mjetit e qështë. Unë e ka morë pjesë në të gjëkim krejt. Po. Bloca 2 është aj. Po. Drita Klokuesi ka qenë bashkëshortja e i Bush Klokuesit. Drita Klokuesi ka biseduar me vrasit 2 herë, jo një herë, po 2 herë. Kër e në shkua kanë thirë, të dera, edhe kër e doli Bushi, kër e kanë vroj Bushin. Dhe me thonë prezent, edhe kër e kanë vroj, edhe pa doli Bushi. Dhe? Dhe, thet, nga se më bloca e përshkru në kështë vrasin e Bushit. Thet, kemi qenë dveshur me jakne, për shkak me më shef shkërpionat, bla 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 bla. Thet kemi thirë, kemi shku të basi i Bush për një pashapart, që u shtranë krejt, Drita Klokuqi e pashku, se kërku sillimet ma shumë se dritës, bashkërortit. Thet, ka në orë të 3 vetë, po, 3-4 se di. Po Nazim Llacën e identifikon? Pret, ju, ma qëfarë, se su më vesh. Për të spjegoj. Po. Thet, personat që kanë thirë, nuk ka punu zilja e shpis, dire shpis, i nërë kanë thirë mranë në bërë, dhe të kanë dollë unë. Dhe të më kanë thonë, edhe shgermen nuk kanë mujtë me shqiptu basen i Bush. Po, u Bush. Thet, kanë qenë me majica vesh në gjyrë blu, shë të me thonë, shparë kontraversi. Nazim Llaca dhe të kam vro me seleksionur. Dhe jo ka posë ormë, për 2 ormë është të vroj Bush Klokuqi. Me zhurmë? Me zhurmë. Jo me shrodhës. Vlavi i Bush Klokuqit ka qenë 4 metra me dojt i Bush Klokuqit të pi qaj. 4 metra qush, 4 metra të rrugës në Taros. Edhe aj ka qenë dëshmetor. Thet, këta thet, vrosja o po me ormë, me zhurmë, ju për zhurmë. Kër vjen tash vlavi i Bush Klokuqit edhe i Alushan Klokuqi. Ai doja kështë të vdek. Thet, është vro, thet me një ormë, ma të vogël se 48 që ma të mollën se 8-ja. Se i bjen dhënë të ka liber tani. Atën del të... Po. Dhe, dhe më këtëran, tani thet, Nazim Llaca e përshkur një omega, që që ka posaj omega, kurse kruja e Bush Klokuqit, edhe një dëshmitorë aty, dhe një Jugo 55, një Jugo të Kuqi kanë hypë, rasit. Dhe më kërkun në përpudhet që e ka vërë Nazim Llaca, edhe nuk e ka vërë Nazim Llaca. Nuk e ka vërë Nazim Llaca. Pikë. Po aj, për me lone vetën e nam, që unë e përvrojë të bosha, unë jam pështu, ka ditë, këtë të rëvimi e gazetës. Këtë gazeta ka
pas. Nuk ka pas telefonin kështu si loj me atër me gazeti, me shumë trika dhe gazeta e lexojmë. Edhe I ka thonë fare të moshët. Që kom I morë gazetat, gjitha vroset që kom e ti më shtety, për ta kalzoj një vrose që na e kalon tjetër. Në Saligoshi. Dikon, që nejna I... Ose për të vrasje akuzohet. Për 3 vrasje, po aja nuk është ngrita këtë akuzë, pëse së ngrita këtë akuzë për të kalzoj? Po. Në Saligoshi për një tjetër, I rësinu si me mbjani. Po. Edhe më thirin policia mu, e tust, ndërkombëtarët, që tu të molla ma gjeve. Shkojë, në? Në shqiptor edhe në ndërkombëtar. Më marrin pyetje pa ditën e uzhë. Edhe aty e kështë thonë vërzjurin e najtë me Shkopjan. Kur e këshin nëzirë... Pas dëshmisë Nazim Bllacës. Që gjitha këtu e ndërtu si mas dëshmisë Nazim Bllacës. Krejt gjykimet kanë ndodhur me rrëfimet e tij. Krejt rrëfimet. Edhe tash po ta shpjegoj sa interesante kjo. Edhe shkuen unë miqë shplujnë atë vërë atë kufume. Kur del atje del që nuk u vron njëri hesh me plëm. U myt më shumë për hekuri. Domethënë, edhe e lon nuk mund me ngrit atë akuzë këtë kontra. Këtu janë kontra rrëfimet në Zembllosës, nuk kanë dëshmit në Zembllosës. Simulimi I skenimet e tij. Skenimi I Serbisë bashkë. Po, I skenimet e tij e qëllimi I Serbisë. Çfarë, Erdogan? Nuk e ka gjetë në Zemblosa Euleksin. Po në Zemblosën e ka gjetë Serbia me Euleksin. Serbia ja ka dhënë konstitucionet e Euleksit, ku ka qenë 2 prokurorë të famshëm, Momira Salustra edhe Danilo Cesarelli. Me misjan kanë qenë ata. Edhe sot janë Serbi. Janë shpërblim nga shteti sot. Se ata veç e kanë ndërtu ato që kanë pas qëllimin. Kanë ndërtu tash edhe gjykatën speciale I Albaniat. Një pyetje ju nga 2007 nuk e pat Nazim Bllacën deri tek u kthye nga Serbia. Çka vërejtë ndryshim te zot Nazim Bllaca kur e pa në publik që foli ashtu? Kishte ndryshuar Nazim Bllaca? Ja. I vitit 2009 në mënyrën e të folurit, në mënyrën si shpjegon të gjanat, në mënyrën si po I rendite akuzat. Ishte po ai Nazim Bllaca I gjendë shumë I këtill para se të shkonte në Serbi? Apo kishte ndryshuar? Ai kishte ndryshuar ndryshka, po nuk ka kone një ndryshim I madh unë. Unë prapë kum posi një gjenjashtor, prapë kum posi kur sansën komën a bon. Unë qatë bindje kum pos. Unë edhe këtë gjykimin e kum pos qatë bindje. Këtë gjyqin e kum pos qatë bindje. Ke pas bindje po je dënu? Po jem dënu, po edhe sot e kam atë bindje që unë jem dënu pa kur gjë. Unë qëra rritona. Deri më shku në Burg. Në vujtë e dënimit, unë e kom thonë sukur honor. Sa unë kom thonë qysh mund me shku një njëri kur në ka po një vejë për të shku në Burg. Së rezesh për të tëmë. Edhe sot nuk mëj me paditu kur ma dënim. Kur. Unë mëj me vdek, po ma dënim, ma dhe vejë për nuk mëj me paditu se kom bo kur. Da jush pati padresi. Ju ndarë Një gjykim të bazuar 1.000.000%. në rrëfimin 1.000.000%. në rrëfimin intrigues të Nazim Bllacës. Ma shumë unë jem dënu, edhe jem gjyku, se si kisha besu që gjykues e mua dhe avokat, ma thonë s'mune në dënu kërësh. Po, kur jem shku si dëshmitor, në rostin e Sali Goshit, të Faredin Goshi, Po, në vrosin aty aktakuza akon të urzu. Mas më pas ngrit aktakuz Salustra mu, për atëm Salihin, edhe më ka thonë, pret, se gjykose jurnal me atë e habitën, se kisha prëvën. Pa, a e di thati që e tu, thë për një rast. Ashtë jo, ashtë që më interesant, ashtë Salustrës. E kom I njëru Salustra. Dhe të ju vetu tha për rosën e dhe më Salihit. O Elvan, o vetëratur, që shumon një njëri më dënu, as s'ko ploga dhe më Salihit. As s'ko, kur gjusë s'ko dhe më Salihit, ta dhe më Salihit. Po u iskënu, unë req, u përmarak edhe, ma fëtë në bërë, 24 vjetë jenë dënun vish për Adem Salihin. Vish për Adem Salihin, piken Adem Salihin. Për I bërë këtë kujës në dikon, jenë tonë dënun tani, që na bojnë grëpë, që si na konë kur grëpë, pse unë e kom posë shakë, pse më dukon, ose se bep
në mesës tunë, burët në mesës tunë, qysh banë grupi dijet, qysh strukturuat grupi. Ku e kishin qëllimin final? Qëllimi Përmes juve, ku e kishin qëllimin? Qëllimi final. Ku mendoni sot se e kishin qëllimin? Ose atëherë e keni menduar? Atëherë qëllimi të Azem Sylla të Kadri Veseli. Atëherë. Qëllimi final ka qenë të Shiku edhe të Azem Sylla. Qëllimi final i Nazem Vllosës dhe i Udbës qytu ka qenë. A mendoni se e kishte përpunuar mirë Serbia, sepse dolën edhe publike provat që ai kishte kontakte me prokurorinë e Serbisë, me hetues atje, po bënin plane të detajshme edhe se si ti ndërtonin akuzat, çka të flisnin, këtë akuzon, cili ishte qëllimi final e tjera tjera. Kur i ke pa gjitha këto Gjitha. Gjitha. Beli njëri ma shumë që i kom kontrollu e-mailat në Nazem Vllosës tani, jamon. Edhe i kom rrujt gjitha. Po, në gjë, nuk ka ho edhe e letaja e Nazem Vllosës. Unë e kom orë të letë. Po, përse shka ndu dhe shtetit. Nazem Vllosës ka qenë i strukturum shumë bukur. Një spion se më thonë gjenë, spion shumë i stërvitun, shumë a i ka pos detaju me ku me shku. Nuk ka vërdaj për qie dhe hajtë pa shkrejt e ka në gjesi. Asnjë adres nuk ka qenë rastishme. Asnjë adres nuk ka qenë rastishme. Të gjitha adresat kanë qenë të goditura. Se qëre tash... Deri të aludimet për trafikim me organe. Ja, e tash dalë atje. Ja, që pasoj ma vonë një angazhim direkt edhe me herët të Serbisë. Nazem Vllosë edhe Dikmartja, kush është ai? Po. Kanë qenë shtyllat kryesore të hetimit të organeve atje. Nazem Vllosë, nuk po them që kanë me Dikmartën, po Nazem Vllosë edhe Dikmartja janë dy shtyllat, Nazem Vllosë shtyllë Serbisë, po edhe Dikmartja shtyllë Serbisë, që e kanë qunë, e them, shtetin shqiptar përmes Nazem Vllosës. Të shtëpia Verë. Të shtëpia Verë. Po. Pasi ka dështu. Pas luftës kena raportuar, zëti Sylla, kena raportuar, ne mbajmë në mirë, edhe unë miku kishte bërë një hetim atë kohë pas luftës, unë miku. Më vonë edhe Uleksi, më vonë edhe Clint Williamson, dhe nuk ishin gjetur asnjë gjë, por Kosova po mbahej peng i kësaj goditje. Po mirë të Nazem Vllosë. Është habis që i keni nënçmuar këta njerëz. Po kena nënçmuar se unë nuk pos pjesë shtetërore, ose unë kam qenë një ushtari shtetërore. Po. Edhe mas luftës unë nuk kam marrë me politikë, nuk kam qenë politikan, nuk kam qenë një shërbim, unë kam qenë një qytetar i lirë, një tregtar i lirë, edhe që e morën me Nazem Vllosën ose me shtetin, unë nuk morë as me shtetin. Nuk kam pas funksionin shtetëror që të mirë. Që po del që është nënçmuar edhe nga shteti thash. Që na jena dënuar, veç një. Shpresoj unë ka. Shaba Sylla, Faradin Ndoshi, Sadek Abozi, Bekim Sylla, Nazem Vllosë vet, ne jemi dënuar si pjesëtor të Shikut. Po të garantoj me sinqeritetin më të madh. Edhe me krejt familjen tam. Që kur asnjë person s'ta kur lidhje me Shikun Santos. Po qëllimi i Udbës ka qenë që për të mbërri aty. Dhe lutoj direkt në komandantin e shtabit përgjithshëm. Po normal se pe atë ujtin dol çdo. Azem Sylla. Që të qëllimi i Serbisë ku? Qëllimi i Serbisë ku çdo. Përmes Kadri Veselit, ma ora të Azem Sylla. Po unë për të garantoj. Që ku janë, ku ma Fara Shola, ku Fatil Demo, ku se Latev Gosh, asë në burën e Shikut s'kam qendru. Edhe nuk më bëhu shako, kur kom thonë që përbes shek, ku me nunë e ka organizatën dhe dhimura, pa nësura, të qkaten, ku dej kur ndolla, shko më dhash. Dhe më që dit. Po, na e në denu tonë si pjesor Shikut. Po, barën me menë. Gjatë përsyre se gjithë A e mendon shpesh atë kohë për para dënimit, gjatë gjykimit, e tjera.
A mendon? Qysh të mendoj? Qysh nuk e mendoj? Qysh nuk e mendoj? Nuk kem pak të vite. Tragedi ka qenë, për mu, për familjen time ka qenë edhe tragedike. Pa ndodhë tani pasojë. Sepse ju jeni bindur, edhe te Zoti tu, edhe te faktet, nuk keni asnjë gjë të bëjmë me ato se çfarë u akuzuat. Dhe ka mjaft raste në botë që gjykatat marrin vendime dhe shumë kohë më pas ato i ripërtrin ato vendime duke shmangur një padrejsi kur e kanë marrë atë vendim. Ndërsa mirë, bro. Me 48 pleq. Edhe me keq familjen, çka kam çaj ekziston, që familja jam ja ngusht, baj beçi kur as menja s'm bashku ndoje, bra. Jo për mi po. As menja nuk më bashku për mi po. Se kom një kur atë më salin. Fës në gjëkt, ti për mana. Shpesë mu kanë Shaban Sylen, Fredin Goshin, Sadik Abazin, Fredin këtë Begim Sylen. Mas shumë të mjetë më rakë diqka. Nga në geci, një ditë pa orë me dëshmu në gjëqë, shkën, bunë të Shaban, të kësë Sadik Abazi, dhejnë me në gjesë, me Shabadraugen, me ishtë Shabadraugen që e bërmana. Edhe kur nuk du le vërtetat, pse shkaj? Pse jarë Gania, me dëshmu të na? Qaj këm po në Ganis, një jetën tem? Asë nuk e kom një nga në gjecë. E di që tonë për fërguar nga në gjecët, unë si fërguar. Se nuk i fërguar në atë vërtetës. Unë i kom thonë nga në gjecët. Nëse vish del nga familja Syla, sa qa miza me kra, 2 gjohë që ti kam bërsh. Jo një, po 2 ti kam bërsh. E aj, ka shumë në burg. Juve ju ka qunë në burg? Po parsisht e Gania në zëmdosës është dollë. Gania o ku për kras, jo që ka dosh është ta Gania, po për shtylla sigurisë, ka qenë e në zëmdosës, deri e kanë morë e u likë si ndurë mirë, ka qenë ka në gjeci. S'kish guzua e kudra me dolla të mora fy, se e kudra ku. Aja ka qëtë Adem Salije. Aja ka një gjizu me Adem Salijen. A ka një që ta shumë jam edhe në gjëz me Adem Salijen. Deli thët kriminali, ka folë kriminali, më rashëm të hoqë. Unë e kom pa ditë në gjëz, kam gjëz. Ta shpritet me dorën sa unë gjëz. Se mu asë në det, hashëm të hoqë presidentis ma. A ke pas rast për të thonë Adem Salije, mërë burës, nuk ta kun bo. Se po ma ka uzanë. Po në gjëz e kom thonë. Po, qëfar i tha? Po ja, tash du me dollë rajnë, pro. Mase, kërë më kam morë mu, Njeri pa fajshëm, insiston të rejmë fond. Morë atus në këtu në qadër, o e kom posa gjë mbrëqin në Gjimilokin. Edhe në hajnë në intervjist, unë a gjia kënej e tustan edhe prokuroria, vëqë tustan. Edhe tash, e kanë prëmu Adem Salihin në prokurori. Unë që këmë ju të Adem Salihin. Edhe ajem kësh pasqyrë për gjoma mu të cilë jam. Edhe tash ka qenë edhe një Shërif Salihin të në përit jashtë. Kur dolëm pas intervistimit, dolëm jashtë dhe ina një kofet e rakis, jenë edhe. Kur për më theta Gjimiloki, që kjo qani? Unë s'pa di, që s'ka thonë qani? Që Adem Salihi. Shka ma Adem Salihi, ku shka Adem Salihi? Po? Unë që atëre këm po ullë Adem Salihin për hetë porë. Se ka dosh më po mu, cilë jam mund, se s'ka ditë me thonë që kjo është. Ta shkura orë në gjëgjë, vjen rodhat e dëshminja. Vjen gjëgjë, unë fletaj, thët, a ka posëm, përshkruun, thët, njëra 12 ditës kanë ndodhur atentati, për 2 persona. Më kanë prom kjerën që shtu, më kanë afru që shtu, e vetë gjëkot se kanë pas maska. Thët, jo. Edhe vëqen gëjnë. Kur vjen e rodha me pytë, që i duha, dëshmitorë më së më këshirë mu. Thamë dëshmitorën me 24 pleqë të bëj bejë, që kur një dhe ndame, as të kom në gjuft, as të kom po më së më në qafë. Thamë, e baj që të pytja bëj, do të Adem Salihi, dëshmitorët dhe kemi thonë, jo Adem Salihi, thëtë nëse urat kanë ndodhur atentati, thëtë në urat 12 ditë për 12 vëdej një, shumë mirë. Në cilën menë, thëtë në qytetë Farizajt. 12 ditës në qytetë Farizajt. Po? Redvan, mu gjuhë me orën, edhe mas me pos, asë një insan, që ko shpirt, me thonë kanë ndodhur. Jo, a konë që kë, ose konë që kë, po vëq kanë ndodhur, i kanë ndodhur Redvanit që kë,
Tha, ja s'ko dëshmitore. Tha, a e ke lajmëru, tha Sharofës, në herë në polici. Tha, ku me lajmëru? Këtë shiku, tha, jo, jeni në polici. Ndëruar moderatur në vitin 2000, me 12 qershor vitit 2000, këtë ka ndodhur dhe ndodhi. Ka vepru këfuri Amerikan, ma i furti në buhet Ferizaj. Unë miku ka qenë administrator. Furi ka vepru. Po. Unë miku, shëpëkëja. Atëherë të më këja, kërkun nuk e ka lajmëru se rast që ka ndodhur. Deri në vitin 2009, kur e përgatisin me në zëngosën. Shka e të ringësoj fjole përveç lanës, montime. Jo i bindun që montim. Jo i bindun, po Edhe në 1.000.000%. Po 1.000.000%. Po vitet e humbura për ty, për fëmijët e tu, për Shatrem total që familjes. ka një pasojë familja. Familja? Po. Qysh ma pasojë më trona. As vdekje nuk o kom ajron. Se familja jam, unë mas por edhe me familjen tam kom bisedu. Mos u mërzit nëse kur bon se kam. Kur se kom njoft, o te zëni. Te ke po, ose nëse e ke po, se ju nëse e ke po edhe ndjera në kive Helmendi shkajtet në parlament. Bashkë për qëtë rast. Dhe te kenë montuar ose mish për më bon një zavend kriministër, bla bla, ka pagu postine. Gjitha atu. Pa të shkatërojshën njerës për qëto. Për qëtë shkam. Pa të shkatërojshën. Kërko drejtësi deri në fund? Qysh? Kërko drejtësi deri në fund? Ku më kërku? Këtë gjitha. Në çdo instrument. Kam bon. Dolu ma këtë këthejo ma. Po. Kam bon unë kërkesa për drejtësi. Kër e ndolin qëzimet e emaillat dhe në zëmblosës, pe buri kam bon. Më ka hos dokumentit të Sëvdije Marina, kërë në Rama Marinas, edhe më ka këthi përgjigjen. Jenë mbyll të qeshtje. Padrejtësia për cilën insiston nuk mbyllet me heshtjen e tyne ose E di që s'mbyllet. E di që s'mbyllet. shihet që e ki vrim, sepse nuk është çështje lehtë të jetosh me stigme, me akuzat publike, me një vendim gjyqe që ju e dini që qëllimi ishte diku tjetër të akuzoj ish shefi i shtabit të përgjithshëm, thotë që në kuadër një plani të mirë të menduar të Serbisë, që nuk u nal asnjëherë, nga pas luka kthej. Askan më nol. Misal Dorici, kolegu im, thotë se ajo arriti Serbia nëpërmjet Nazim Bllazës, e mbase edhe të tjerë që mund të mos dihen, krijoi klimen, rrethonat, edhe për tension midis vetë shqiptarëve, por edhe çoi deri atje sa Kosova të mbahet peng nga një gjyq ndërkombëtar i njanshëm, siç thot Durici, gjyq fashist, vetëm për një di. Por gjyqi u bëz. Zoti Thaçi, Zoti Veseli, Krasniqi, Selimi janë atje. E falenderoj gazetorin Durici. E falenderoj për ato që i ka, edhe që i ka qitë, që i ka publikuar. Ka zbuluar... Po, ka zbuluar me vërnes i ka qitë. Me vërnes. Tash, çdo sen që po del, është me vërnes. Pse Zoti Durici? Nuk kam kur gjë, se e falenderoj dhe respektoj kom çuna që i ka qitë ato. Se njëri kryesor që e ka zbulu në rrethën tonë, unë e kom thonë 2009. Patin, kur e kom thonë, nuk ka besuar. Unë kërë bravo, që të kërë avokat kërë kjesh. Sa Durici ka hyrë në kompjuter. Ka hyrë në kompjuter. Ka zbuluar gjithë pislokun e spionazhit. Gjitha emaila, Zoti Durici e ka po aty vetë, i ka lexu vetë, i ka po vetë, edhe pse se ka marrë vesh serbishtën ai në atë me siguri se e konë, se Zoti Durici edhe të konë zanë si mirë. Mësë si mirë, unë nuk ka konë mësë si mirë. Mësë si keqë konë. Tash dolem atje që konë mësë si keqë. Po? Dolem atje të Mangupi atje. Apet e lam. Mangupi, tash del një email, shumë interesant të arritvan. Këtu kënë qenë funksionorët maj, nuk ka konë veç në zemblosa. Del një email, ku fotografinë në Mangupit, ja qënë me email, ja qënë Gjafar Shatrit. Bisedën për Mangupin, për drejturin me Gjafar Shatrin. Nuk ka konë këtu veç në... Me kësë ka biseduar kë njeri. Kush? Kë Nazim Bllasa. Me kënë?
me kë s'ka biseduar, po them, me shumë të tjerë, që thotë Duriçi mund të jenë në bazë se ndoshta dikush ka mundur ta përdorur për konsum politik, për ndaj platformë. Kush ka bisedu, me thonë, kush ka bisedu, nëse mblosa ko të ngjizum, ose e ko një mjellë. A i ka thonë ku bisedu dhe me Azem Sylën dhe me Kadri Veselin, po ti kishte ja kish qitë, ja kish publiku, zëtni. Po ato ka rajtë, se s'ka bisedu kur. Me njerë që ka bisedu, po gjinën gjurënd. Po gjinën e mellat. Çka dëshon të thuash me këtë, me Xhafer Shatrin? Jo, nuk du të thëmë me Xhafer Shatrin, po kanë qëndru shumë njerëz për Nazim Bllosës, me orë deri te gjykata speciale. Vërtet. E vërtet, da. Ka qëndru Xhafer Shatri, ka qëndru stimulusi kryesor lidhja mes Xhafer Shatrit dhe Nazim Bllosës ka qenë Adem Salihi. Adem Salihi, shtylla kryesore. Po Serbia realizoi një plan. Pret ka dalë. Përmes Xhafer Shatrit, përmes Adem Salihit. Këtu nuk janë traseshme këtu. E ndërtoi Serbia, po përmes ku e ndërtoi? Se Duriçi tha kom përcjellë me qiullën. Po. Tha ka bon biznes Azem Sylla e Faridin Goshi shpresim u kom aty. Kur? As shpresimi, as Azem Sylla. Kur tuk, as shpresim u, Azem Sylla ma rrashme. Parti që kanë bon për që ky Visar Duriçi dhe ajti të gazetorë, që kam nga i se e përmeni atë natë. Përmeni i te shtotë që ta qysh që i komandant që glavisa që i kanë pas qitë një titël. Pa Serbia më pas mënu atë titël se kështë qitë. Edhe Serbia më pas mënu dhe riban atë titël se kështë qitë. Duhet me posë prova. Azem Sylla shpolli pa fajshëm. I pa fajshëm nga gjykata, po. Shpolli pa fajshëm nga gjykata. Nuk ko asë një prova që ka qëtë Azem Sylla. Po përmes Çaba Syllës ka ndesh me godit Azem Sylla. Nëpërmjet jush. Përmes nesh, kati dërga. Ju, një vetur ja keni shit ati dhe një pronë. Unë ja kom shit atë pronë. Jo, ju personalisht i keni shit pronë. Kaq, edhe parate asaj prone ende ti ka. 84.000 euro me deklarot i kam bërsh. Nazim Bllosë ka marrë rrugë, ka zbëlu këtë djoli, këtë Duriçi, për kanë zbëlu dhe tjertë. Edhe rrugë ka marrë për me Serbisë, ka 500 euro rrugën e ka posë. Për këtu rrugën e ka posë plus shpërblime. Po, Serbia ka godit Kosovën, përmes Nazim Bllosës, përmes Dikmordit, aja ka godit, e ka kryer misionin e vetë. Edhe halja shëptorët i kanë zënë pshelë. Halja thënë, sukur aja fjolla që është aja gomonin e kështë hongër ukit, atë ke shodha e monën. Kërërë dhe që kësë për në morën peng atje, Kosova për të morën peng, përmes Nazim Bllosës. Ka arrit Nazim Bllosë, që tonë duke mirë, ka arrit me një letër, se në tonë në dim, kush dhe me dit, halja thëtë, jo, Nazim Bllosë është patriot, me një letër, o më nuk disa politikave një ofrua e letër që Nazim Bllosë së kun dëshmitore gjykatës speciale. Në punë kam përfëndu të Milen Mzeka. Ju ka ofru 2-3 politikajve që unë nuk i përmeni me emën, e ti që ju ka ofru e letër me mes vlasë dhe Nazim Bllosës, o të zëtni. Njeri kryesor i gjykatës speciale është Nazim Bllosë Dik Marti. Temelet e nisës e asaj gjykatës speciale. Arsyet, pse ajo do të me di. Po. Nazim Bllosë është forcimi maj masë i Dik Martit. Se u duhet më shvendosë këtë gjykot nga Kosova ja se nuk mund të mi dhenu këta, nuk është gjëmi gjyku këta, që shë ka posaj, që shë ka mësu u të ba Beogradit, ose gjyqi Beogradit, ose përgëria Beogradit. Halen njës kujtojnë që janë onur. Njës që Sovjet më orën padrejsisht. Po që marrën e më kanë lukë vetë, pa kure kanë vetër, që më thoshin, a ka drejve zelina, ja kom Krasnicin, a Recep Selimina. Por me pas dosh me punës kje që push kënë kom posë alit vend. Po s'kena posë na... Nuk ka pas strukturë, ushtarake, mirëfiltare, ushtri vullnetare, tjetër gjashtë, si që tha dhe James Rubin, edhe Chris Hill, ambasadori amerikan, tjetër gjashtë, ideja e asaj, nëse mund ta them, propaganda që duket u që këja e fort, masuvizohet ma shumë, por e vërteta ka qenë. Qërë, Rëdvan, mu nuk më bjerë me full, mas pokë të më bjerë me full Azem Syllës. Por nuk është godit të rosit të u karasisht.
Po me ullë atë, Pare me komprometu, me zhvlefsu moralisht. Tani më ro ty në tjerë. Po, kështu ka ndodhur. Edhe ka ndodhur. Për cilën Çka o sa du që këja për ju, se jemi në fund të kësaj ndërvishte? O që këja është një mision Çka maj përfason në lavdishme. këtë historinë tonë, në jetën tonë kështu? S'keni më të lavdishme tamen. Më të lavdishme tjetër se në karierës ta. Po edhe të Kosovës, edhe të shqiptarëve. O që këja, të i shrunë atë, o që këja janë shajta. Ai që i fynë tu, ai është ma tepër se tradhori. Nuk di ku shkojnë atje më tepër. Ka të tillë. Facebookun për shihen. Mase nuk e përdor, por mund të ndëgjosh komente. Që sët, Mund të ndëgjosh komente ndryshme. unë e di që kam unë shoshën, po më shoshën nga ime vdek. Pse se ka vro, pse kështu, se njerëz janë tash lirë. Nuk din ku e na kon dje. Nuk kanë ekzistuar ku e na kon dje. Po edhe ata djehet i kanë mirë të bërë atë dheut. S'ke mujt me hyp në bagazh, ta shohën. Çfarë redon, edhe një për vonë. Lokomotiva e trenit me 10 vagona, 20 vagona. Po lokomotiva ka qenë e postër edhe e bukur. E ushqës. Tani në vagona kanë hyp gjashka rrugës. Edhe ushtarë ka pasur jo të mirë. Po s'u ke mujt me nolë, se u duft edhe kje që me luftu kunën në Serbisë. Edhe është mirë që ka luftu, edhe kje që kunën në Serbisë. Po ma i kje që s'ka luftu hës, e shonë sët, e fynë sët. Ako maran... Të trazojnë kur t'i njën këto emocionalisht? Shumë. Nxjerrim pi taktit pi zanit? Shumë, përshtas i lezej shumë. Kum po që me mbjamën e të. Një blagqërët për dijevës, shkojnë a zemsyla, Gjavit Haliti, në e tasoni të vëre i plokët. Gjeladin Gashit, po? Gjeladin Gashit. Edhe aty John Van për të pishoh. Edhe aty John Van për të fyj. Edhe bashkë, unë jam shtymi, e ka shkluj ai, i thash të shpija me dora. Se s'di një e shka ban me këtë në rëd, këta në rëd. Çon, e shon një, po shohet, edhe herë për thamë, nuk e kam drejtën plasë për Azemsyla. Po unë e dipin ka prente me, ose nga logja jam, Azemsyla nga 17 vjetë, një profesor i mirë, një burgosën 2 herë, një komandos i luftës, të Huqëgës, ta fysh, ose Gjeladin Goshin, ose Hashim Thoshin, ose Kadri Veselin, ose Jakub Krasniqin atje, ose Recep Selimin. Po në Recep Selimin e një mas mirë për afër. E kam thonë e emision, 2 aksioni kam kryme, humanitare me Recep Selimin. Që mësët më vatë patricisht në Dikon rrës 7, gjatë 9-7 plagozën i kemi bojt me Recep Selimin. I kemi bojt Që kështë sikletin zorin e madhë, merakun e madhë për popullsinë civile në Perish. Normal. Sa ishin 85.000, 75.000 civil shqiptarë, graf, fëmijë, pleq. Në nevojë për kujdesi, për mbrojtje nga mizoria e Serbisë. Mi kërës komaronit, nëse dhe kryshin komaronit, 200.000 dhe mi kërës komaronit. Po si se di s'ka vendu. I kena kalu me Recep Selimin. Vlavën e Suleman Selimin, plagosën. Unë e rejë që edhim. I qaj rejë që është që se dhe akuzurin atje. Të u marrë me Amanizëm, të u marrë me popullat, të u marrë me këqëre të sëtë. Po kush t'ka vetë për në luft, kuna i ke marrë urë në luft, kush t'ka vetë në luft. Në zdishëm kërë kemë krytë. Me ka 6-7 fishek. E sëtë të lifar idioti, të lifar cëftine në shonë, në fynë. Unë të falenderoj për kohën. Në të tjera emisione, ky është një rrëfim hap pas hapi, moment pas momenti, me ato pjesë të rrëfimit që mban mend të kujtohen aktualisht, mbi një histori komplet të pa imagjinueshme, por që në jetën tonë është ndrua në histori reale të dëmit që insiston se të bën nga Zoti, nëse mund të them Zoti, Nazim Vllasa. Edhe një shkurdesë. Çdo emën që ko përmen që tu, dhe çdo emën që po e përmeni, pa argument, pa pos dokument, nuk e përmeni. Ti jesh e bindën. Po.
kushdo që ja kom përmend emrin, ballafaqohem me dokument. Një mësim ish dashur ta nxjerrin shqiptarët. A? Një mësim ish dashur ta nxjerrin. Edhe ata që çdo kanë emër që qenë e kom pjesë përmend. e këtij plani të konstruktuar direkt në tavolinat e Serbisë. Një plan duhet një mësim duhet ta nxjerrë secili. Do të thotë çdo emër që kom përmend, jam i gatshëm të ballafaqohem, po me dashmi, jo vetëm me fjalë. Jo të shohëm, jo të shtyhem, po me argumente. Siç e kiti që çdo të shkruaj, unë e lexoj bashkë këtu para teje edhe e mbyllëm para teje. Falenderoj edhe një herë Respekt. për kohën zoti Syla. Uroj të shihemi në tema tjera që kanë bëjnë me shumë respekt për gjitha të kryerritje. Para një gazetori me provoj, gazetor shumë i vlefshëm për Kosovën. Të falenderoj shumë. Respekt. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.